Shumë gjëra, kjo është historia. Kurse socialistët, Rama i hodhi në fush betej, është e film i famshëm që më kujtohet titulli që ka atje në pyll që për mbijetesën. T'idhin financat edhe t'idhin... Jo, gjithçka, lufto, politika ashtu është, të luftosh. I hedh financat, ase ke mundësi shumë të lidhura gjërat pastaj. Ka financa fare zoti Sula. Tani, ka ndërthurje. Dgjoj. Në radh parë, se një njerëz që na dëgjon thotë, po nëse s'pas kanë financa, unë pse duhet të kandidoj atëherë? Të lutem, në radh parë do duhet që ti kombinosh gjërat. Se tani, nëse ti shkon atje, ke demokratët, shkon ke qytetarët, dhe vetë nuk i jepi gotuje, por nuk i jepi një kafe atyre në kuptimin një scenare dëhon, kur hoqen në 100 kohë që shkojnë të shpërndajnë cigare dëhon për muhabet, për të gjitha gjërat. Nuk e bën dot, po shikon që i kish më vrap, ky thot nuk je ka as për vete, as për ne, as për gjitha gjërat. Pastaj i ofruan një program qytetarëve. Të duket ashtu, po. Demokratike i ofrojnë një program, atëherë nuk mjafton vetëm programi i det, opozitarizmi, hallet që kanë ata, zgjidhja për hallet e tyre? Po ka dhe një gjë tjetër. Çfarë ka? Programin, po kujtove ti, si Kofini pas të vjeri, 3 muajt e funit, unë kam një shprehje të cilën e përdor shpesh edhe në politikë. Do të punosh 4 vite ti për qytetarët, për demokratët, për shqiptarët, dhe të punojnë 3 muaj për ty, pastaj demokratët, njerëzit që janë pranë Partisë Demokratike. Po këto 4 vite mendoj për shtëpitë e veta, për hallet e veta, për punët e veta, për gjithçka për vete, dhe nuk shkojnë ke demokratët, dhe nuk hapi telefonin demokratëve, dhe nuk i takojnë demokratët, dhe nuk shkojnë apo qytetarët në bas, nuk ta fal ta mat kokën me pe, pastaj ku shkon atje ai. Se kjo është gjë rezultati. Zoti Sula, edhe gjatë kësaj interviste, po edhe më herët keni artikuluar kritika se i takon sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka. A ka diçka në prapasken të këtyre përplasjeve? Prapasken ç'është kuptim? Në prapasken, gjëra të cilat kanë ndodhur dhe qytetarët nuk i dinë. Tani, unë nuk kam asgjë personale në Flamur Nokën. Po asgjë, absolutisht. Po absolutisht. As me Albana Vokshin, po absolutisht. Me doktorin jo një që e kam quajtur babain tim shpirtëror, as që bëhet fjalë edhe për efekt të gjithçka e karrierës, së punës, së marrëdhënieve. Vazhdon jeta ende apo dëgjoj. Thell, unë sa herë shoh zotin Berisha, edhe në konferenca dhe gjëra të tjera, ndjej edhe respekt, ndjej edhe dhimbshuri. Mënyra se si u ka ndis zoti Berisha, për shkak të njerëzve të rreth parë që ka pranë vetës, dhe për shkak të lodhës tij politike, edhe për shkak të efektit fizik dhe biologjik. Të lutem, po nuk ka qenë një pa ke gabim, po s'ka qenë një pra. Këtë e filloi sigurisht i pari Basha, që filloi të heqi truret e Partisë Demokratike gjithë, hiqet e Ridvan Bota, ka çfarë figurë ka qenë Ridvan Bota, ekuilibruesi që bote në raport me Berishën dhe me gjithë bazën që punonte për ditë, Ridvan Bota ka qenë punëtor partie i tmerrshëm, njohës si terreni i tmerr. Krahasosh Ridvan Bota me Flamur Nokën, ku më nona ime. Ku më nona ime, po them atë. Është turpshme. Është turpshme vallai. Nuk është sinqerisht, po them është turpshme. Nuk njeh më asgjë. Brezat evolojnë. Nuk di asgjë. Partia Socialiste kështu ka evoluar, edhe parti tjera. Kështu evolojnë. Jo. Të shikosh të Rama është nona intrigës, në kuptimin brenda forcës vetë politike, se si përplaset si bën gjërat. Dgjoj, më kam dëgjuar shprehje nga socialistët, të cilët thonë që Rama mund të ketë një natë 3 apo 4 apo 5 apo 7 njerëz apo 10 njerëz aty brenda Partisë Socialiste, por i vënë listën sepse thotë kanë vota. Kurse këto tonët që bën kokën danall, zoti Berisha i thon, çfarë mendon ai për ne? Çfarë do thotë për ne për ne? Nuk thotë që ta shtrydhemi ti marrim votat dhe nesër ta marrim në tutel. Po janë budalla i marrë dhe politik. Ha kjo diferenca që bën Rama me Berishën edhe me këto. Rama, ato që kanë vota, i çon në fushë edhe me grumbullan vota. Zoti Sula, mbase pushteti ka një lloj aureole, cilën nuk e ka një. Jo, s'ka të bëja. Ti do të tentosh për pushtetin. Dgjoj. Të gjitha që përmendët ju kanë patur një kontribut në pak të vogël kur u nda Partia Demokratike dhe luftonte për identitetin e saj. Nuk po them që nuk do duan të jenë pjesë sërtuar e Partisë Demokratike. Nuk po them që nuk do duhet të jenë ato në listat për të qenë deputet. Po do duhet të jenë rradha në tjetër, jo mballë më burse. Ku shikon fytyrën ti, nuk do të bollëzoj njëri. Po ti ata thonë gjithmonë Allah, u bu. Sash del këtu përpara thotë ndajmë syt. Ti keni gjur vetë si thënë nga thonë qytetarët tash. Je bo si baba im, si gjyshi im, apo si gjysha ime, apo si tjeti im. Tash e kupton se them unë më burrit, thonë qytetarët. Ta nuk e them unë më burrit, një gjë demokratë, një gjë demokratë më burr poshtë.
Dhe tani, disha thonë, ku do që unë jam bazë, më por i dhe. Të e shput. Mi gjeti tani,